5 libra të rinj prej autorës dhe publicistës së njohur shqiptare-amerikane Raimonda Moisiu Sade. E vendosur në Shtetet Bashkuara aty nga fundi i shekullit të 20, shkrimtare shqiptare-amerikane Raimonda Moisiu ka shkruar 10 libra në gjininë e romanit, poezisë, përkthimit, gazetarisë e publicistikës. Në ditën botërore të librit mora dhuratë 5 libra nga motra e shpirtit korçar, shkrimtarja e poetja e talentuar Raimonda Moisiu Sade, që prej disa javësh gjendet në Aten, tonë se jeton në Amerikë, nuk është e shkëputur kur nga Shqipëria dhe pasioni i saj letërsia e krimtaria. Raimonda është krijuesja modeste që krimtarinë e saj sheh gjithmonë si proces integrues i shkrimtarëve shqiptar në mërgat, pa vënë në qendër veten e saj, por duke sjellë gjithmonë bashkë krijuesit dhe lëvruesit e letrave shqipe dhe ka realizuar 201 intervista me personazhet të letrave shqipe dhe të gjitha fushave. Libri, thot ajo, është pasuria ime më e madhe. Unë do të shtoj thënien e Abraham Lincolnit, se miku im më i mirë është ai që më dhuron një libër të cilin nuk e kam lexuar. 400 vjet më parë, 3 prill 1116, u ndan nga jeta Shakespeare, Cervantesi, Galeasso de la Vega, thuhet se ideja për kujtimit të ditës botërore të librit e ka origjinën në zonën e Katalonjës, Spanjë, ku atij që blinte një libër i dhurohej një trandafil. 23 prilli është pallur dita botërore e librit, më 15 nëntor të vitit 1995 me një rezolut të UNESCO-s. Duke dhënë libra, Raimonda thot, falenderim dhe mirënjohje të tërë për Publishing House Botimet Joseph, intelektualin dhe qytetarin dhe botuesin model Aurel Kaçulini, me përkushtim, besim, dashuri dhe miqësi për dhuratën më të bukur. Librat janë Pafajësia e Evës, roman me 240 faqe, Eva Innocence, novel në anglisht, vlerësuar për përkthimin nga Ylka Filipi, Vite poetike, libër me poezi 480 faqe me parathirrjen e shkruar nga Mariana Bulku Zeneli, The Poetic Years, libër me poezi 430 faqe përkthyer në gjuhën angleze, por në disa gjuhë tjera, sikurse italisht, greqisht dhe në gjuhën e Malit të Zi, nga Vasil Tapaku. Poetja Moisiu falenderoj veçanërisht Village Brad Bagel dhe sipërmarrësin e njohur shqiptar-amerikan Vincent Siubani, rezident në Jacksonville, Florida, për sponsorizimin e librit poetik. Libri në gjuhën të fjalës me 432 faqe, vështrime për sjatje kritika, mirënjohje dhe falenderim për mikën me vlera Raimonda Moisiu Sade. Ne falenderojmë atë dhe në emër të televizionit të shqiptarëve të Amerikës.